Do flasim për emisionin tonë të preferuar për Puthen, një ndër programet që nuk ndal së prodhuari. Mendon ti situata, kontent, histori, drama, çfarë të doni ju? Duhet futen vitin tjetër te përputhen? Ti e di. Mendon se ja vlen të krijoj drama? Ti je opinionist apo konkurrent? Hajde themi te kjo tavolina, inshallah kap, ti je opinionist, do krijoj shumë drama. Ti? Ju garantoj, më merrni. Ku shikoj aty, më merrni. Ore kjo tavolinë, edhe kjo studio është bërë vend për të manifestuar gjëra të bukura për të gjithë ata që vijnë këtu? Përveç meje. Në shtator un jam aty. Megjithëse un jam okay, jam shumë e lumtur. Manifestimi është që të jem këtu. Kemi një dasëm Niko, Megi Pojani është ajo që ka kurorzuar Kristin edhe Esmën, Esma që i kula erdi nga përpudhen. Pra kemi një histori të bukur dashurie të shoqëruar me disa drama. Ndikim një herë videon edhe e komentojmë. Në provë durimi, karakterit dhe ndjenjat, ju arritët të gjeni elementen. Dhe kjo është shumë e vështirë se sa duket. Në një vend ku martesa nuk është perfekcion, nuk është një finale me fishek zjarre ku gjithçka mbaron bukur dhe kaq. Martesa është gjetja për të kthyer tek një njëjti person, edhe kur jeta nuk është romantike, edhe kur ka lodhje, edhe kur ka frikë, edhe kur dashuria duhet mbrojtur. Ky ishte kurorzimi. Kemi një histori dashurie, e cila me sa duket çoi dy konkurrentët e përputhen në altar. Si e ke parë këtë lidhje, këtë ulje ngritje që kanë pasur këta të dy në gjithë këtë rrugtim si fillim dhe pastaj do të prezantoj me një dramë në këtë histori. Unë nuk e di tani, unë Krisin e kisha lënë që ishe me një vajzë tjetër, e po thoshte që madje këtij marrin materialin e parë vajzat kur kryjnë marrëdhënie me Kris. E tha vetë, zemra nuk e shpika, unë e tha vetë që ma kanë marrë materialin e parë shumë vajza. E lash me një vajzë tjetër duke debatuar dhe s'men me një djalë tjetër u martuan, kur u martuat vlla? Kur more? Çfarë ndodhi me kështu nga larg, po kur u martove? Ai ishte me një vajzë tjetër, apo flisnin për materialin e parë? Kur shkova te materiali i dytë? Materiali numër 1. Alice, materiali numër 2. Nëse dikush këtu është kundër këtij bashkimi, të flas tani ose të hesht për gjithmonë. Sigurisht. Pse u ngritën të gjithë? Tani fillon. Dram. Këto janë të mirë. Ja, me këtë pra. Dasina me fustan të bardhë. Oh, bravo. Me velo. Tani erdhi nusja. Me nuse. Dy nuse. Dasëm me 2 gra. Si ishte dasëm me 2 gra? Kam unë njëre gjema, më pak, do ta? Ja, qa. Sepse dia që mund të ndodhin këto gjëra dhe kam veshur një fustan të zi, nuseje për të hequr syrin e keq për vete. Bravo! Sepse dia që të ndodhin, sepse e di që ka shumë njerëz këtu që kanë zili, kanë inat dashurinë, sepse nuk din të duan si Thjesht bëhemi merak për Kristin kaq. Jalla, morbilo. Se u them unë nuk shoh telenovela turka ka një arsye. Atëre, kjo është nusja e dytë. Më duk si vjerra në fakt kjo. E dyta nusja. Po, kur i martoi ti biri dhe zgjedh të vishet të bardha. Si fillim kjo për këtë vajzë dia unë për Krisin, me këtë dilte, me këtë debatonte Dasinën që kështu nëse unë mendoj nga ana Krisit duket që me nuk ishte shkon më shumë Kristi. Me atë që ka jashtë. Mas ka një dram tjetër. Dram e re që sapo e hapëm të Pardon My Friend. Pra Kristi ka një tjetër, asnjë nga këto dy vajza. Ashtu mendoj unë. Okej, bravo Niko, ke ulumtuar për program. Pse jemi këtu neve? Mendoj që
me asnjërin nga të dyja. Mendoj që Chris ka dikë tjetër jashtë, një vajzë tjetër jashtë. E hodhe bombën, në fakt ka ndodhur shumë bashkime, ribashkime, trekëndësha, ndarje dhe në fund të këtij edicioni të përputhen në fakt janë krijuar çifte, janë krijuar. E di pse nuk e besoj sepse fytyra e tij qesh, duke e njohur Chrisin, nuk mendoj se është reale. Por këtu janë martuar njerëz, janë bërë prindër, janë ndarë, janë bashkuar. Pra, presin fëmijën e dytë. Po. Kush? Kam një tjetër surprizë për ty. Në fakt, Dasina duket që është e mërzitur, por unë nuk do ta kisha zgjedhur atë veprim dhe atë veshje, por kam një lajm për ty. Vedati dhe Roela kanë një lajm. E shohim. Ok, gati? 3, 2, 1. What? Jo, sa e vërtet. Sa e vërtet. Dush e bëni tas tjetër. Dush e bëni tas tjetër urgjent. Nuk ka vërtet. Pra Chris kanë bebin e dytë. Në fakt është publikuar së fundmi në 20 orë më parë në rrjetet sociale, është për të qeshur fakti që Roela e ka barkun te goja. Nuk e di ma është nga shtatzania e parë dhe kanë bërë fani të dy, por aty në description shkruaj baby numër 2. Coming soon. Nuk gëzova. Ja, për këto njerëz gëzojmë se këto të dy domethënë sado që ishin shumë dramatik në edicionin e tyre. Po, bën deklarata secili që ishin në një periudhë reflektimi, që u ndan, duhet mendonin pak më shumë për vajzën, tek e diella në trotuar ishin secili veç e veç që bën këto deklaratat për njëri tjetrin, por nëse videoja është aktuale, është ta garantoj unë është. Dhe po pritet baby numër 2, ju urojmë më të mirat të dyve. Në fakt kanë qenë çift shumë interesant. Ja pse më pëlqen përputhen. Se ka dhe drama, ka dhe jetë reale, ke njerëz real mendoj. Përputhen është realiteti. Në këtë edicion me sa kemi parë, kemi ndjekur, cila ka qenë drama ose historia, le të themi vija e historisë që të ka pëlqyer ose të ka bërë më shumë përshtypje? Pëlqyer apo më ka bërë përshtypje jo, se nuk e kam ndjekur aq intensivisht sa ndishta sezonet e kaluara, por di që dy dramat ose më mirë drama e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte treshi më i famshëm, Stelina, që nisi në përputhen dhe vazhdoi në Big Brother, Stelina Kesi dhe Ina. Më pëlqente gjëja e tyre, pra ajo energjia se i mbajti të gjithë të varur, pastaj historia Esme Laerti që ishte wow. Po, domethënë ishte një histori edhe një konfuzitet apo një veprim i Laertit që pastaj i shkaktoi edhe largimin nga përputhen si opinionist. Kështu që ka pasur, si kishin parë edicionet e kaluara. Ka pasur gjëra. Më pëlqen që ka kimi po ashtu edhe me Fejzën që ne kishim këtu dhe me Adelaidën, u deklaruan, u puthën. Pra mund të ketë një vazhdimsi, ndoshta nuk i dihet se si do të shkojë marrëdhënia e tyre, po patën shkëndijat e një ndjenja apo historie. Dhe inshallah ka marrë dhe leksione nga ne me që i donte aq shumë, dhe mendoj se i ka marrë, se mjaftoi vetëm se si bëhen takimet. Se si bëhen takimet e para. Përputhen është në fund edhe është menduar që të mbyllej në këtë formë, pra me atmosferë të mirë, festive, domethënë jo dhe aq të mirë se Dasina erdhi e revoltuar, por që ndjesia e altarit, kurorëzimit është gjithmonë një gjë shumë e bukur për të parë. Kështu që përputhen e mbylli kështu këtë sezon, të shohim se çfarë do të ndodh në sezonin tjetër, por të shohim se çfarë do të ndodh të mërkurën tjetër me ne, sepse jemi në fund të programit. What? Si pa e kuptuar, Niko, jemi në fund. Presim botrorin të nisë
së shpejti, po ashtu edhe Top Arenën që do të ketë, siç e tham, show. Francesca ishte sot këtu me ne. Javën tjetër do të kemi të tjerë të ftuar, të tjera lajme, të tjera histori interesante dhe komente për të ndarë me ju. Dhe ndihem krenar sepse krenar jo, po ndihem çafati kam, nesër që kam ditëlindjen nis botërori. Je shumë e fat. Pra pres doppia urime nesër. Një binjak botëror. Është Niko Komani. Jemi në fund të Pardon My Friends. Faleminderit shumë që na ndoqët. Ne do të shihemi dhe do dëgjohemi të mërkurën e ardhshme. Kalofshi bukur. Ciao.